indonezian ish prodhues bombash i dënuar i përfshirë në sulme të vdekje prurse në klubin e natës në Bali në vitin 2022 ka nisur një jetë e re duke hapur biznesin e tij të kafes. Por personat e prekur nga shpërthimi i bombave thanë se ende po përballeshin me vështirësi. Umer Patek, një antar i grupit Jemaah Islamia, të lidhur me Al-Qaedën, u dënua me 20 vjet burg në vitin 2012 pasi u shpall fajtor për prodhimin e bombave që shpërthyen në 2 klube nate në Bali, duke vrarë 202 persona, përfshirë 88 australian dhe 38 indonezian. Ai u lirua me kusht në vitin 2022 dhe u ka kërkuar falje viktimave. Lirimi i Patek shkaktoi zemërim në Australi dhe Indonezi. Beliau tidak memberi uang, tidak memberi modal berupa uang. Unë si një mbijetuar i bombardimeve në Bali ende duhet të paguaj për arsimimin e 2 fëmijëve të mi dhe ende duhet të siguroj jetesën. Asnjëherë nuk e kam menduar të hap një biznes, pasi ende po përpiqemi të sigurojmë jetesën dhe pagesa për shkollën e fëmijëve të mi, është gjithashtu një sfidë e rëndësishme. Duhet të gjej kredi kudo që të mundem për të ardhmen e fëmijëve të mi. Dhe pse ish vrasësi ka marrë tani vëmendjen e qeverisë dhe për çfarë arsye? Saya dapat artinya penghasilan dari jerih payah sendiri. Në lançimin e biznesit të kafes, një banderol me fytyrën e Patek u vendos në kafenen në qytetin indonezian Surabayas, në pronësi të dentistit David Andres Smito. Sebesar apapun yang diberikan kepada mereka. Mentori im i biznesit nuk më dha para ose kapital për të filluar biznesin, por më dha lëndë të parë, një makinë për pjekjen e kafes dhe të gjitha mjetet e nevojshme për të bërë kokra kafeje, që aty fillova dhe i dhash të gjitha mundësitë e mia këtu, dhe kështu e sigurova jetesën nga puna ime ngadalë. Makanya saya selalu mendoakan mereka. Isha ende i trënditur nga bota e jashtme, tha Patek, duke shtuar se e kishte pasur të vështirë të gjente punë pas lirimit, dhe ishte i shqetësuar se imazhi i tij do ta dëmtonte biznesin e Davidit. E kaluara si ish i dënuar për terrorizëm, ma bën të vështirë të gjeja punë. Memilih jalan seperti ini bukan tanpa resiko. Bota jashtme më tronditi, pastaj Davidi më kontaktoi disa herë dhe më pyeti nëse kisha gjetur punë, pasi kam bërë përpjekje të mëdha për të gjetur punë dhe kam dashur të pranohem nga shoqëria, por e kaluara si ish i dënuar për terrorizëm, ma bëri të vështirë gjetjen e punës. Melihat saya seperti ini. Që nga lirimi i Patek, autoritetet indoneziane e kanë vënë në dukje atë si një shembull të përpjekjeve për deradikalizim të nisura nga vendi më i populluar me shumicë muslimane në botë për të luftuar një ringjallje të militantizmit islamik. Çusnul Çotima, një mbjetuar e cila tashmë është mbuluar me shenja djegjeje dhe thotë se lufton për të paguar për trajtimet, doli përpara turmës për të përballur me Patek në lançimin e kafenes. Çusnul u shpreh se ishte dakord me biznesin e kafes së Patek, por shpresonte që ai të mund të ndihmonte të mbjetuarit. Dari para mantan-mantan napiter yang punya usaha, tolong. Për ata që kanë qenë të dënuar më parë dhe kanë biznese, shpresoj që ta shohin fatin e të mbjetuarve që ende po përballen me vështirësi. Ndihmojeni ata, ftoni familjet e të mbjetuarve që nuk janë më në gjendje të punojnë, që të bashkohen bizneseve të tyre, sepse në ato kohë kur nuk ishte agjensi kundër terrorizmit dhe agjensi për mbrojtjen e viktimave, ishte e vështirë për mua t'i falja, edhe unë doja të hakmerresha kundër tyre. Mendoja, me që më bën kështu, edhe ata duhet të vuajnë njësoj. Nggak dapat suntikan steroid yang terakhir itu, Pak. Karena kalau dulu sebelum adanya Të falë për atë që ke bërë dhe jam i kënaqur që tani ke ndryshuar dhe je bërë një njeri më i mirë. Shpresoj që nëse ti ose të gjithë ish të dënuarit e tjerë keni sukses, ju lutem ndihmoni. Kalau bisa sih, kalau dulu ya pinginnya saya balas dendam. Saya dibikin gini ya mereka harus bisa kayak saya begini gitu. Yang penting saya tahu keinginannya apa. Patek i tha Reuters se e kuptonte itërimin e njerëzve për biznesin e tij të ri, por u lut atyre të mos e linin atë dyshim të nguritet në zemrat e tyre.
duke shtuar se do t'u jepte pjesët e ardhurave të tij të mbijetuarve, shumë prej të cilëve trajtohen ende. Mohon dengan sangat, Bapak ketemu Bapak, Bapak ketemu Pak Arif. Jiwanya Allah